Po fillimisht një nism e tillë nga ajo që kemi njoftuar si IKD paraqet një veprimin e parë, veprimin fillestar për njoftimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës për iniciimin e një nisme të tillë e cila nismë mbështetet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në ligjin për nismat legislative. Arsyeja do thot pse e kemi ngrit këtë çështje ka të bëjë do thot në drejtim të dy çështjeve, që është zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe inkriminimi i veprimeve të akterëve politik të cilët janë në pushtet përmes veprimeve të cilat cenojnë garën politike. Çfarë nënkupton kjo? Nënkupton se fillimisht në aspektin e parë sa i përket zbatimit të vendimeve gjyqësore, Kodi Penal i Republikës së Kosovës e ka inkriminuar si vepër penale mos zbatimin e vendimeve gjyqësore. Mirë po, për nga gjuha dhe mënyra se si është ndërtuar ajo normë dhe vetë sistemi institucional kushtetues në Kosovë tregon se kemi të bëjmë me vendime të gjykatave të rregullta dhe jo me të gjykatës kushtetuese. Arsyeja do thotë pse është inkriminuar në këtë formë është për shkak se në një vend demokratik nuk mendohet që nevojiten edhe masa penale për zbatimin e një vendimi të gjykatës kushtetuese, për shkak se supozohet që autoritetet e zbatojnë atë pa një mekanizëm penal. Mirë po nga ajo do thotë që kemi parë vazhdimisht kemi parë se në rastin e Kosovës është ngritur nevoja që të inkriminohet edhe kjo vepër penale në mënyrë që fuqia kushtetuese e aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese të jetë më e madhe dhe të jetësohet në praktikë. Aspekti i dytë është se është shumë problematike zhvillimi një gare demokratike dhe të barabartë nëse një akter, një partie politike mban postin ministror, postin e kryeministrit, postin e kryetarit të komunës e tjerë dhe duke e përdorur kompetencat dhe paron publike krijon një disavantazh në raport me subjektet e tjera dhe kjo më pastaj krijon edhe një garë të pabarabartë që është njëra prej problemeve që më pastaj e cenon edhe vetë demokracinë. Për këtë arsye, përmes këtyre dy ndryshimeve tentojmë që ti adresojmë këtë dy çështje përmes një nisme legislative nga ana e qytetarëve dhe që më pastaj çështja të trajtohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne formalisht tani më vetëm kemi njoftuar Kuvendin dhe që aktualisht do thotë jemi në fazën e përgatitjeve preliminare përkitëse me këtë iniciativë dhe që presim do thotë që shumë shpejt të fillojmë të kontaktojmë edhe grupe të ndryshme të interesit në atë mënyrë që të mbledhim në shkrimet e nevojshme dhe që më pastaj i mbetet Kuvendit të Radhës për ta shkurtuar këtë projekt ligj. Për sa i përket formave të këtij projekt ligji, ne kemi rekomanduar formën që ne vetë shkruajmë ndryshimet e nevojshme në Kodin Penal të Republikës së Kosovës dhe që më pastaj i mbetet çështja e Kuvendit të Radhës për ta shqyrtuar plotësimin dhe ndryshimin e Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Tash e vërtetë që kemi parë akuza të ndryshme, mirë po jo vetëm në këtë rast, po tash edhe në rastet e kaluara kemi parë se nuk është zbatuar një vendim i caktuar i gjykatës kushtetuese, që potencova më herët është ekuivalent me vetë Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe ka pasur raste do thotë dim edhe vitin e kaluar që gjykata kushtetuese ka dalë me një aktgjykim specifik që ka theksuar se nuk është zbatuar aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Po përmend edhe një herë, në një vend do thotë ku sundon ligji nuk paramendohet se do të vihet në diskutim çështja e zbatimit të aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese. Dhe kur themi për mos zbatim të aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese, nuk e kemi fjalën për çështje të vonesave të caktuara për aspekte teknike etj që mund të penalizojnë pa të drejtë aktorë të caktuar, mirë po mos zbatim me dashje të një vendimi të gjykatës kushtetuese. Dhe në këtë situatë do thotë duke e pasur parasysh se një normë e tillë realisht ndoshta nuk do duhet të ekzistonte në një vend ku sundon ligji, mirë po duke pasur parasysh atë se çfarë ka ndodhur në praktikë është shfaqur nevoja do thotë që këto dy çështje të adresohen përmes plotësimit dhe ndryshimit të Kodit Penal.